Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur tullumba, të cilat janë shumë të thjeshta në përgatitje, por kanë edhe ato sekretet e veta për t'i përgatitur në mënyrën e duhur dhe për të patur rezultatin e duhur. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Do filloj me shërbetin pasi na duhet I ftohtë në fund të recetës. Do shtojmë 500 ml ujë, 700 g sheqer, 1 vanilje, 1 fet limoni dhe do ta vendosim të zjej. Fillimisht do ta vendosim në temperaturë të lartë dhe në momentin që ka shkrirë sheqeri dhe shërbeti ka filluar të vlojë, që nga pika e vlimit do ta zjejmë 10 minuta. Shërbeti na duhet si shërbet baklavaje. Ndërkohë që shërbeti përgatitet, në një enë tjetër do shtojmë 300 ml ujë, 50 ml vaj, 1 lugë gjelle sheqer, 1 maj luge krip. Masën do ta përziejmë dhe do ta vendosim të zjej. Masën mund ta vendosni ose në një tigan si në rastin tim, ose në një tenxhere, si ta keni ju më të lehtë përgatitjen dhe si ta keni ju më praktike. E përziejmë në momentin që fillon të vlojë, ja kështu si do shihni tani në video, do shtojmë masën e miellit. Kini parasysh nëse shtoni 300 ml ujë, do shtoni 300 g miell. Nëse do shtoni më shumë ose nëse do përgatisni më shumë, duhet të shtoni edhe masën e miellit, edhe masën e ujit në të njëjtën sasi. Shtojmë miellin, në momentin që do shtojmë miellin, do shihni që do filloj të nxjerr këto bulza, do ta përziejmë shumë shpejt. Ju duhet pak kujdes këtu, por nuk është e pamundur. E përziejmë vazhdimisht derisa të na formohet një masë e një trajtshme dhe brumi të piqet mirë, kështu mund ta quaj, në tigan. Vazhdojmë përzierjen, ja kështu me ndihmën e një shpatulle ose me ndihmën e një luge druri, si ta keni ju më të mirë. Unë kam përdorur shpatull silikoni për të mos prishur tiganin. Vazhdojmë përzierjen në momentin që masa shkëputet nga tigani, ja kështu, atëherë është gati. Dhe do ta fikim zjarrin në këtë moment dhe do ta vendosim në një enë tjetër, do ta lëmë të ftohet. Pasi na duhet plotësisht e ftohtë, duhet shumë kujdes në mënyrë që kur të shtojmë vezët të mos na piqen. E hapim kështu në mënyrë që të ftohet sa më lehtë. E lëm pak minuta me një anë. Pasi është ftohur plotësisht, sigurohemi që është ftohur plotësisht, do shtojmë vezët. Unë kam përdorur 4 vezë. Do t'i shtojmë një nga një duke punuar. Kjo është veza e parë dhe këtu duket si diçka e pamundur, por ju siguroj që nuk është ashtu. Unë e kam përgatitur me duar në mënyrë që t'ju demonstroj videon sa më thjesht, pasi jo të gjithë kanë mikser në shtëpi. Por për ta thjeshtësuar përgatitjen e tyre, mund ta përgatisni në një mikser ose robot elektrik. Çfarëdo që të keni në shtëpinë tuaj për të mos ju lodhur dhe për të mos ju munduar, pasi përzierja është shumë e rëndësishme. Unë këtu jam tek veza e dytë. Do vazhdoj me vezën e tretë dhe kështu me radhë deri tek veza e katërt dhe mos harroni vaniljen. Vanilja është sipas dëshirës, por në shtëpinë time e duan me vanilje, pasi sipas tyre mos vinë era vezë. Pra vanilja jep aromë shumë të mirë dhe vërtet e bën shumë të mira, kështu që nëse e preferoni mund ta shtoni. Vazhdojmë përzierjen e masës, ja hedhim edhe vezën e katërt, edhe vanilje gjithashtu. Do shihni që brumi sa vjen edhe bëhet akoma dhe më I mbledhur dhe më I qullët dhe fillon të ketë një masë të një trajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe në mënyrë që të njoftoheni për çdo recetë të postuar. Kjo është masa që do të na formohet. Mua më ka dalë dylle verdh, pasi I kisha vezët që më ka sjell mami
janë vezë fshati dhe ishin fiks për të përgatitur tullumbat. Kur provon tullumbat në shtëpi, kupton që ato në pasticëri nuk e di se me çfarë vezë përgatiten, por nuk kanë as pak ngjyrë të verdhë, që është e vërteta. Në një tigan do ta mbushi me vaj, mos u shqetësoni sepse nuk përthithin as pak vaj. Do nevojitet vaj i bollshëm dhe keni kujdes këtu, pasi kemi vendosur në formë, do t'i shtojmë në vaj të ftohtë. Pra vaj nuk duhet të jetë i nxehtë, pasi do i prishet plotësisht forma, pjekja dhe e gjithë puna juaj do ju shkoj dëm. Unë këtu i bëra pak të mëdha dhe në tiganin e dytë i bëra pak më të vogla. Për mendimin tim, më të vogla janë më të mira, por unë i provova këto kokat e reja që kisha marrë dhe doja t'i provoja në të dyja mënyrat. Pasi i kemi shtuar në tigan, do t'i skuqim në zjarr të ngadalt. Keni kujdes, mos i ktheni derisa ato të jenë gati, pasi do ju prishet forma. Madje mund t'i lëvizni pak tiganin kështu dhe do shihni që gjatë skuqjes ato do kthehen vetë, do rrotullohen vetë në tigan. Mjafton t'i lëvizni pak që të kenë pak hapësirë nga njëra tjetra. Ky është tigani i parë dhe më pas ka vendosur tiganin e dytë, këto janë pak më të vogla dhe i skuqim kështu në zjarr të ngadalt. Shikoni pak se sa të mira janë bërë, janë fryrë, kanë marrë atë ngjyrën e artë. Këtu mund t'i lëvizim her pas here pasi nuk prishet forma e tyre. Keni parasysh që kur të ndryshoni tiganin, pra kur të hiqni pjesën e parë, vaji duhet të ftohet. Pra të mos jetë i ngrohtë. Duhet të prisni pak sa të ftohet vaj dhe pastaj të vazhdoni me pjesën tjetër. Dhe pasi janë gati, i heqim nga tigani, duhet të marrin këtë ngjyrën e bukur, i heqim dhe i vendosim në shërbet. Shërbeti duhet të jetë i ftohtë. Do t'i lëm jo më shumë se 1 minutë. Ky është shumë e rëndësishme pasi shërbeti luan rolin kryesor që ato që të qëndrojnë krokante në sipërfaqe dhe të buta dhe plot shërbet në brendësi. Do t'i lëm jo më shumë se 1 minutë, i nxjerrim dhe i keni gati. Provojini t'i përgatisni në shtëpi sepse vërtet ja vlen. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.